Përshëndetje të dashur bashkëdhetar. Ja ku jemi këtu në emisionin radhë, në emisionin 5 në Albania TV, me pyetje përgjigje lidhur me çështjen e vetëdijshmërisë. Së pari me lojë të shpreh urimet më të përzemëra më të bota për festat e 20 të nëntorit të shenjtë, gëzuar dhe festofshëm jo në të dytë të tretë edhe në vite e në shekuj pavarësinë dhe ngritjen e flamurit të Shqipërisë. Liria, kjo gjë ka që shenjë ky vërtet ka që madh i një populli edhe a kjo të për një popull shqiptar që e ka vojtë në lëkurë dhe e di shumë që thot të vuash dhe të përpikjesh të dedhësh gjakun për pavarësi dhe liri. Pa humbur kohë, le të fillojmë emisionin dhe të bëjmë një rezume çfarë kemi qenë më të kaluar dhe çfarë janë të reja më të fundit çfarë lidhet. Ne kemi biseduar dhe kemi komentuar pyetjet që janë adresuar në Albania TV, të cilat vetë të radhë janë të shumta. Unë jam munduar t'i përmbledh sepse janë të shumta që për arsye të kohës të jenë sa më të munduar dhe më të kategorizuara. Ajo ka rëndësi të nderuar bashkëdhetar është fakti që vazhdojnë të qarkullojnë video apo elementë të cilët janë të papërgjegjshëm me të famshëm veveusin e veçantë. Ju lutemi shumë, nuk ka asnjë ligj për momentin që të ofrojë apo të japë mundësinë e aplikimit për të pajisur me vërtetimin apo me veveusin e veçantë. Ju lutemi shumë, bëni kujdes si mos bini viktimë të dëmi që do u shkaktohet të jetë shumë i madh dhe është gati i parikuperueshëm për vitet e ardhshme dhe kështu ju të penalizoni me të drejtën e mos pajisjes me leje të qenë të Republikës. Ndaj, bëni kujdes dhe mos besoni gjithçka që del përpara. I kemi thënë në të kaluar dhe vazhdojmë ta themi që duhet të adresoheni tek personat kompetent, të cilët kanë njohuritë e duhura, kanë specializimin e duhur dhe janë përgjegjës në ato që bëjnë. Ndaj, lutem jo kaq të besueshëm dhe jo kaq të lehtë në besimin tuaj rreth individëve të cilët gënjejnë. Nuk ka aktualisht një ligj që u pajis me leje qendrimi aq më tepër me vërtetimin e famshëm për një vit, jo ata që thonë brenda Greqisë apo Greqisë. Sigurisht nuk ka. Nëse dikush të dëntoj, keni sigurt që në atë moment që bëj aplikimi, jeni dëmtuar sepse nuk e fiton drejtën dhe është një aplikim shpërdorues i cili ka pasoja të forta administrative por dhe penale në shumë raste sepse personat që aplikojnë janë individ në nejm, nuk njihen dhe u dëmtojnë. Shkojmë më tej dhe të hyjmë në atë që mendoj është më e rëndësishme. Lidhur me faktin e ligjit të ri, është diskutuar shumë, ne e thamë në të kaluar dhe vazhdojmë tani. Përsërisim që ligjet në Greqi janë zyrtare dhe kur ato dalin, neve mundohemi t'i përcjellim. Aktualisht është kaluar në kabinetin qevetar ndryshimet në ligjin e ri dhe presim dhe urojmë që së shpejti ato të kalojnë për diskutim publik dhe më pas kombinativ në parlament. Koha që ne parashikojmë dhe zakonisht në raste të tilla është dhjetori apo maksimumi janari. Në këtë kontekst pritet dhe vendimi i çdo vitëm nga Ministria e Brendshme e Greqisë, e cila jep mundësinë e udhëtimit në vendin e origjinës të gjithë atyre që janë me vërtetim blu apo me veveusin, të cilët kanë aplikuar për rinovim leje qendrimi, por nëse nuk del ky udhëzim, e kanë të pamundur për të udhëtuar prapë. Për momentin një flasim nuk ka të udhëzim, urojmë që ditën e vijim të dalë me qëllim që bashkëtarët tanë dhe ju që na ndiqni të keni mundësi të shkoni në MMD për të parë, të aftuar, për të shituar pak më tepër për të kaluar këmbë festat e fundvitit. Çfarë parashikon ligji i ri? Dhe çfarë pritet të ndryshojë? Janë tre pjesë kryesore që intereson shumë shqiptarëve. Së pari, përshpejtimi i procedurave të rinovimit të lejes së qendrimit. Reduktimi i burokracisë dhe dhënies së lejes së qendrimit jo me afatin si deri më sot në momentin e aplikimit, por me momentin pa me ditën e miratimit. Në moment që leja e qendrimit miratohet, vlefshmëria e saj fillon nga ajo ditë dhe më pas, jo nga momenti që keni aplikuar. Kjo është një gjë shumë e mirë sepse do të lehtësoj shumë më tepër administratën greke dhe detyritë e decentralizuara që kepen sa më shpejt lejet e qendrimit. Kategoria e dytë janë procedurat e faksit që dihen për shqiptarët me faks, pa nuk është me faks, me thirrje, me kontrata pune që pronari apo kompania ju që janë jashtë Greqisë, kryesisht shqiptarëve, dhe vini me vizë. Shqiptarët e kanë mundësinë shumë të lehtë për të pajisur me këtë vizë dhe të marrin leje qendrimi. Dhe është një mundësi shumë e mirë që ju ta adresoni në drejtimin që dimë që të evitoni çdo lloj procedure tjetër apo çdo lloj situata të pakëndshme që do të penalizonte ju për në Greqi, por dhe më të mëtej.
Kategoria e tretë janë azilantët, ata që kanë një kartë azili, pra ata që kanë aplikuar dhe janë në statusin në fazën e shqyrtimit të kërkesës, por ato që kanë fituar statusin e refugjatëve. Ata nuk kanë drejt pune deri më sot, me ndryshimet aktuale do të jetë mundësia për të punuar. Pra, nëse një aplikant ka aplikuar për arsye ekonomike dhe ka deklaruar një profesion, Agjencia Kombëtare e Azilit në Greqi do të adresojë në fushën përkatëse për të punuar dhe të ketë mundësinë e qasjes në punë. Këto janë përgjithësisht. Ne ju bëjmë thirrje që të bëni kujdes në vitet apo në individët e papërgjeshëm që kërkojnë klient me shuma apo me para të lishme me qëllim që t'ju mashtrojnë, por të dini nuk ka mundësi për moment presim me leje qendrimit. Ndaj, për çdo fatkeqësi, për çdo problem të keni, mos hezitoni të na shkruani në emailin tonë albaniatv@gmail.com dhe të na kontaktoni në telefonat 690 754 1526 dhe në telefonin 699 381 4485. Në çdo moment, njëri nga bashkëpunëtorët tanë do t'ju përgjigjet dhe do të ketë mundësinë të kthejë përgjigje. Pa u më kohë, vazhdojmë me pyetjet e përgjigjet. Leda Goreja, faleminderit shumë, përshëndetje dhe faleminderit për sqarimet që na jepni. Kënaqësi është jo. Nana Braushi, përshëndetje dhe faleminderit. Edhe një herë për transparencë dhe për korrektësi. Përshëndetje, faleminderit për emisionin. Kam 30 vjet në Greqi. Punuam si puna e keni, sistemi burri është më zhvrarë në punë se punonte për 3 veta. Kam leje 2 vjeçare. Tani vitin 2023 bëra letër për pasaport greke. Thash, dash provimi dhe rezultatet shumë të mira. Kam të 2 fëmijë të martuar me greke. Kam dhe fëmijë, jetoj në shtëpinë time. Nuk e mora pasaportin sepse pensioni që marr është më i ulët se shuma që kërkojnë ata në vit. Kam frikë se kur të mbaroj leja në 27-ën, do më presin pensionin dhe do më ndjekin nga ky vend. Asgjë nuk është e pamundur me këta. Kam humbur besim, nuk ka zgjidhje për asgjë. Qeveria greke nuk do të di për vetë grek, jo më për të tjerët, nuk kanë pra. Zonja Nana Braushi, faleminderit për pyetjen. Shqetësimi është vërtet shumë real. Përshkrimi juaj përmbledh 3 faktorë kryesorë. Ato të shqetësimit të një kryetare tashmë dhe jo një emigrante që është integruar në shoqërinë vetë greke, por shoqëria greke nuk ka planuar të rendë dhe me forma dhe metodë ndryshme e bën një. Pra, një e padrejtë e madhe kjo e përjashtimit të pensionistëve nga përfitimi në shoqërinë greke, sepse ishte viti 2021 kur zoti Boridi ndryshoi kategoritë dhe shpalosi kriteret, rriti kriteret e fitimit në shoqërisë dhe kriteri më i ashpër është ai i të ardhurave, ju nuk e fshirën të kategori, pra duhet bërë një kërkesë, janë bërë disa nisma që të ketë ndryshim për disa kategori specifike dhe kategoria është më përfshihet në këtë, që pensionistët nuk trajtohen si të tjerë, sepse një pensionist ka të reduktuar pensionin, nuk është i barabartë me rrogën e një punëtori të zakonshëm që është parashikuar me kuotë ligjore. Nga ana tjetër, edhe pse leja ju e mbaron vitin 2027, mos keni frikë, nuk e humbisni pensionin sepse automatikisht të merrni leje 3 vjeçare dhe me leje 3 vjeçare do vazhdoni ta rinovoni për shkak të pensionit që keni. Atë që duhet keni parasysh fakti që nuk duhet të mungoni më shumë se 6 muaj brenda vitit nga Greqia. Nëse do të mungoni, kjo do të përbënte rrezik për lejen tuaj të qëndrimit dhe pastaj do të shtokonte probleme të tjera. Maria Tunga, mi mbrëma kam dhënë provimin me datë 2 nëntor kur dalin përgjigje sepse është e katërta herë që jap dhe kam 30 vjet në Greqi. Faleminderit për përgjigjet dhe urime për misionin. E nderuar Marita Tunga, ka ndalë përgjigje të provimit, ju duhet të kërkoni me kodët taksimet të hyjni në sistem dhe të zbrisni ose më saktë të shikoni rezultatet më pas se zbrisni certifikatën nëse e keni kaluar provimin. Nëse nuk mundeni, na kontaktoni në emailin që neve thamë herë në albaniatv@gmail.com ose telefonin 690 754 1526 699 38 14 485 ose shikoni tek video më poshtë ku aty janë të dhënat tona dhe ne do të ndihmojmë për motej. Niko Sarolli, mi mbrëma zoti Edmond, urime për misionin, doja të bëja
një pyetje. Ky ime është me kartën veçare e Macron dhe me pension në Greqi. Sa kohë duhet të rrinë në Shqipëri dhe sa në Greqi? Faleminderit. Pyetje një kohë interesante. Bashkëtorët e Lirë ka një leje shumë të fuqishme, është leja më e fuqishme e cila është e krahasueshme me shtetësinë. Nuk ka kufizimin në këtë leje, sepse ligji parashikon që është një leje e cila i jep lëvizje të lirë dhe qasje në termin e punës Bashkimit Evropian, por pasojë nuk keni kufizim. Por në çdo rast ju nuk mund të rrini pa afat në Shqipëri, por duhet të keni dhe hyrje në Greqi të qëndroni në Greqi. Pra nuk ka një kufi siç e lejetën për 6 muajve. Shpesa Kullojka, mirëmbrëma, kam 3 muaj që kam aplikuar dhe leja nuk më ka dalë akoma. E nderuar Shpesa, edhe ju i përkisin kategorisë të shqiptarëve që është gjysma e tyre që janë në pritje të lejes qendrimit, aplikimi është shumë i bërë rishtas dhe do të prisin shumë kohë. Nuk e di ne jemi në Athinë apo jashtë Athinës, por sidoqoftë e gjithë procedura në të gjithë Greqinë ka probleme dhe do të presin shumë kohë. Të paktën 16 muaj është një mesatar dhe një afat kohor që mund të themi, por zakonisht mesatarja e lejës qendrimit do arrin në 1 vit, në 1 vit në rastin më të mirë, por mund shkojë edhe shumë më tej. Valentina Prifti, ku ka fëmijëve janë martuar me grek ose greke, mbajnë prindit, nuk ka në Shqipëri banim. Nuk e kuptuam pyetjen tuaj, na bën dhe nga para. Pra, nëse fëmijët janë martuar me grek dhe prindit janë në Shqipëri, ata mund të vinë në Greqi, pra mund t'i mbajnë përsipër, por kujdes, duhet plotësoni disa kritere. Për më tepër, ju lutem na kontaktoni në telefonat që do të shkoni poshtë tek subscribe, do të bëni dhe tek komentin e videos në YouTube që ne t'ju vinë në mendim, ose në telefonat që shikoni tek në ekranin tuaj. Olimbi Shahini, faleminderit për sqarimin zoti Guri, jam Olimbi, më ka dalë burri në pension, a ka gale të ikim në Shqipëri, ama pritet pensioni ju, faleminderit, pres përgjigje. Jo, nuk ka problem, por burri ju nuk mund të qëndrojë pa afat në Shqipëri. Siç e thamë më herë, nëse ai kalon 6 muaj në vit në Shqipëri, rrezikon të mbasë pensionin, por dhe lejen e qëndrimit. Kryesisht lejen e qëndrimit. Lemzi Tushaj, ka marrë pension për qeveria në Greqi por banoj në Shqipëri. Jam në pajisur me leje veçare. Sa herë duhet të shkel kufirin dhe sa kohë duhet të qëndrojë jashtë Greqisë. Leja veçare është nga leje shumë të fuqishme. Ligji nuk ka një afat saktuar, por ajo që është e cituar në ligj është fakti që nëse dikush, pra një qytetar i vendit të tretë, jeton më shumë se 2 vjet jashtë Greqisë, automatikisht ai humbet lejen e qëndrimit. Duhet ta keni parasysh këtë kriter. Nuk duhet të kaloni asnjëherë afat kohor qoftë një vit pa ndërprerje apo aq më tepër 2 vjet pas shkelur në Greqi, pa hyrë në Greqi. Foti Myrtaj, përshëndetje, ka në kujdestari nipin 2 vjeç, ka lindur në Greqi, mund të bëj letra. Foti, nëse keni marrë kujdestari me një vendim gjykate dhe nipi juaj është shtetas grek, sigurisht që mund të bëjnë letra. Nëse nipi juaj nuk është shtetas grek dhe është pa letra, shumë e vështirë për të pajisur me leje qëndrimit. Por rasti është shumë specifik dhe duhet parë me kujdes. Ju lutem na kontaktoni për më shumë informacion që neve të orientojmë ashtu siç duhet, që mos kemi pengesa apo probleme të tjera. Jani me Hili, përshëndetje nga ana ime, jam pensionist, karta ime veçare ka mbaruar në 2019 dhe 2 herë që kam mbyllur letrat kanë dalë ligmeni dhe kam marrë PVO-si të mbaruar dhe nuk kam marrë adje të mbaruar. Pse i bëjnë fotografit, paguajnë para dhe të gjitha dhe adja para munis ligmeni nuk marrim si shikoni juve. Nderuar dhe ju i përkisin kategorisë shqiptarëve të cilët fatkeqësisht marrin leje të skaduara, e thash pak më herë me dyshimin që vinë së shpejti ose të mos mund tjetër me ligë në ri, ju do të përfitoni, pra lejen e qëndrimit nuk tani në skaduara, por tani nga dita e miratimit të veçantë të ardhshëm, lidhur me parabolot, qoftë të tisë 150 euro apo 10-60 euro për shëndetisave, këto janë detyrime të taksave të shtetit, të cilat nuk do evitohen sepse janë bëna procedurës dhe fatkeqësisht ajo që u dëmton është fakti që ju do të jeni ndërkohë me 3 veçare me leje të skaduar dhe kjo privon secilitetës dhe mundësi për të tutuar jashtë. Dilara, përshëndetje, kisha leje ensima të gjitha, por avokati nuk na dha një letër që kishte dërguar periferit të avokatit dhe më dojë një letër. A ka ndonjë mundësi për t'i bërë letër? Pyetja juaj është paksa e paqartë në kuptimin që thoni keni pas ensima. Pra keni pasur leje qëndrimi, nëse keni pasur leje qëndrimi dhe ju është refuzuar,
atëherë duhet parë kur është refuzuar leja e qëndrimit, na duhet vendimi, nëse jeni brenda fazës 2 mujore të refuzimit të lejës së qëndrimit, keni mundësinë të apeloni dhe të merrni lejen e qëndrimit, ose nëse u ka kaluar kjo fazë, atëherë do të parë opsioni i apelimit, pra i shkuarje një denonëzim në gjykatën administrative me qëllim të merrni lejen e qëndrimit. Ju lutem, është rast i veçantë, na kontaktoni për më tepër informacion sepse do të dim ku ndodhemi, ku jeni dhe ku është bërë gabimin në prefekturë. Valbona Tanka. Valbona në muajin tetor ka bërë aplikim për dokumenta dhe në dorë më thirrën për shenjat e gjistash. Në Palini dorëzova fotografi dhe paravën e 600 euro. Pas disa ditësh paravën më kthye pagesën e 600 euro në llogarin bankare. Nuk e kuptoj pse u kthye paravën, faleminderit. Pyetje shumë, edhe kjo një pyetje shumë interesante. Nuk kemi rasti vetëm, ka shumë raste që shpesh herë për shkak të problemeve elektronike që ka me sistemi digital brenda nuk lexon kodin e paravës dhe në rastin tuaj ju jeni me fat se është kthyer shumë shpejt paravën, herë tjetër duhet ndjekur një procedurë shumë e evoluar. Bëni kujdes dhe shikoni shpesh emailin ose personin që ka aplikuar, sepse do të vi kontaktin nga periferia Palimit për të ripaguar paravën me qëllim që të vazhdojë procedura e dhënies së lejes së qëndrimit. Sokratis Lezo, të falenderoj jeni djalë që ke krijuar respekt të emigrantët për sqarimin që na bën jemi krenar për tim të tillë të pa lodhur respekt, vazhdo kështu se nderon veten tënde dhe me emigrantët. Shumë faleminderit për komentin Sokrat. Mundohem të jem një bashkëtar juaj, një i zakonshëm dhe të ofroj brenda mundësive dhe modestin time. Petro Meshau, ndjes. Quhem Vladimir Meshahu. Për momentin jam në Gjermani, kam bërë letra për 5 vjeçare, është hera e tretë që e marri, i kam futur në datën 25/6/2025, por nuk ka dalë akoma, faleminderit. I nderuar Vladimir, leja juaj është aplikuar rishasi, nuk e di në cilin drejtoritë decentralizuar ju jeni, pra jeni në Pirea, jeni në Palini, jeni në Alfa apo Beta për në Athinë, apo jeni jashtë Athinës. Sidoqoftë në çdo rast, nëse jeni në Athinë, do të prisni të disa muaj, nëse jeni jashtë Athinës ose nëse jeni Palini dhe Pirea, do prisni mjaftuar shumë kohë, apo nëse jeni jashtë Athinës, Peloponez apo në një periferi tjetër, leja ju do vonojë sepse ka vonesë në gjithë Greqinë për të lejen e qëndrimit. Akoma edhe ato drejtoritë decentralizuara që nuk kanë pasur volum pune dhe kanë qenë sakta dhe një kohë shumë e kohë të dhënës së qëndrimit, aktualisht muajt e fundit ka shumë vonesa. Jako Delaj, ju lutem për përshëndetjen time për emisionin sqarues të lejeve për ndihmën që bëni dhe përse u kam shkruar mungesën e dokumentit të qëndrimit në Greqi. Edhe një herë, po ju shkruaj se kam qenë me dokumenta që në vitin 2001. Më përpara dhe në vazhdim dhe me familjen në Greqi. Me lejen e qëndrimit vitet e fundit, me lejen unë mora lejen 10 vjeçare. Fëmijët në Greqi vetë ndjeni disa vite në Shqipëri. Arsyet e mia kur u futa në Greqi me lejen e qëndrimit para se të përfundonin dhe letrat për përsëritej më kthejnë përgjigje ke munguar disa vite nga Greqia dhe nuk mund të përsëritet i hedh prapë por e njëjta gjë. Por për ligjin 3 vjeçar që kishte në fuqi nuk plotson 3 vitet në Greqi. Fëmijët në Greqi me letrat e me pasaporta greke. Fëmijët nuk duan të veprojnë. Unë po ashtu këtyre brenda kësaj kohe marr të njëjtën përgjigje negative, nuk e di se si të bëj. E kuptoj ju nderuar se është goxha e shqetësuar. Nëse ju është refuzuar dhe keni shumë kohë që keni qëndruar në Greqi, e thashë më herët, nëse keni më shumë të 2 vjet që keni qëndruar në Greqi, çfarë lloj leje të keni, vetëm leje 5 vjeçare, ju penalizoheni. Atë në rastin konkret keni 2 zgjidhje. Ose të apeloni vendimin në gjykatë dhe të vazhdoni me një vëvëës të veçantë, i vëvësi, deri në momentin e shëtimit në gjykatë dhe marrjen se vendimi që aty e fitoni, sepse në shumicën e rasteve fitohet procesi, por përtej kësaj ju keni një mundësi shumë të mirë, në moment që fëmijët tuaj janë me pasaportë grek, mund të përfitoni lejen e qëndrimit nga fëmijët tuaj. Ndaj e shikoni këtë opsion se ka mundësi shumë më mirë. Edhe është një zgjidhje konkrete. Mbushës Bilbilaj. Kam djalin pa letra, do dalë një ligj i ri për të bërë letra, ju lutem më ktheni përgjigje. I nderuar, pyetja juaj është e përgjithshme dhe nuk ka pagjatësi. Kur flasim djali juaj është pa letra,
duhet dim djali ju është i mitur, është në moshë 18 vjeç, nëse është në 18 vjeç, ka lindur në Greqi, është shkolluar në Greqi, do më shumë informacion. Lutem, na kontaktoni ose na dërgoni një email në albaniatvgris@gmail.com ose na kontaktoni në numrin e telefonit 690 754 15 26 ose në 699 381 44 85. Natasha Boçi, më fal, po këto ligje që dalin vetëm për shqiptarët janë se emigrantë ekonomikë në shtete tjera kanë të thota e pa drejtë. E nderuar, unë nuk pajtova mendimin tuaj, nuk është kështu në Greqia të gjithë emigrantët trajtohen njësoj. Thjesht shqiptarët në një kategori më vetë, të cilët kanë shpeshherë atë fokusin e veçantë në mënyrë greke, sepse tregi më shumë vëmendje dhe opinioni është trajtuar në këtë pjesë. Por të gjithë janë të barabartë para ligjit, ose të gjithë kanë të njëjtat shanse përpara ligjit në Greqi. Lindita Bejdo. Përshëndetje burrim, ka letrat e veçare, a bën dot bashkim familjar? Letrat e 3 veçare që kanë dalë aktualisht, nuk ka një specifikim në ligj nëse mund bëjnë apo jo bashkim familjar, dhe pritet një qarkore nga Ministria për të bërë të specifikim. Praktikisht, do diçka e tillë, duhet burri juaj të ketë ardhur të mjaftueshme me qëllim që të keni mundësi për bërë bashkim familjar. Nëse ndodhet në Greqi, do të bëni kujdes sepse qëndrimi në Greqi apo lindja e një fëmie në Greqi kërkon pengesë për marrjen e vizës në ambasadën apo konsulatën greke në Shqipëri. Jana Vasili, përshëndetje, a do dalë ndonjë ligj për ne pensionistët të rrim pa fat në vendindje tonë? Ju falenderoj për përgjigjen. Për pensionistët aktualisht, ajo që parashikohet është çfarë thamë sipër, nuk ka një ligj dhe nuk mendoj që do ketë një ligj pa fat, por vetë faktin sepse Greqia ka një, jo Greqia, por zakonisht shtetet në përgjithësi kanë një filozofi që jepet një leje qëndrimi për këtë kategori që pensionistët që ndodhin aty me qëllim që ata nëse marrin leje pa fat do shkojnë në një vend tjetër dhe pensionet do të rrihen atje. Edhe pse është drejtë atyre, Greqia nuk e parashikon aktualisht të pakën në të afërt që të ketë një ndryshim të ligjit në këtë kategori. Anila Skëndaj, do dalin në një ligj i ri? E thamë Anila pak më herët, presim ndryshime ligjore, të cilat uroj të përfshin shumë kategori dhe shumë padrejtësi që janë bërë emigrantët, kryesisht ata me versin e famshëm në 2023, që ishte totalisht një papërgjegjësi e administratës shtetërore dhe kryesisht në Ministrinë e Brendshme të Greqisë. Shkojmë mëtej, Maria Metushi, po hajde se lam kotat këtë dhe nuk na japin të afrota, bëjnë pyetje koti të ngatruar, kemi 30 vjet, punojmë tani, nuk e dua fare. Okej, ky është mendimi yt, por duhet të keni parasysh që çdo shoqëri ka rregullat e ligjet e saj dhe duhen respektuar. Në rast konkret, ju keni drejtë tuaj të merrni apo jo pjesë. Arjan Goxhaj, kam djalin në gjimnaz, kanë erdhur letrat për herë të parë, ka 2 vjet, s'ka dalë akoma. Nuk e kuptua Arjan Goxhaj pyetjen tuaj, kur flet kemi hedhur letrat për leje qëndrimi. Nëse është për leje qëndrimi dhe kemi 2 vjet, duhet kontrolluar sepse është afati i mjaftueshëm, është një kohë e mjaftueshme që diçka nuk shkon me aplikimin tuaj. Nëse bëhet fjalë për pasaportë greke, pra për thajenin apo për naturalizim, duhet ndjekur procedura sa që jeni në momentin për të marrë lejen qëndrimi. Nëse jeni në Athenë, nëse jeni jashtë Athenës, diçka nuk shkon me aplikimin tuaj. Shpresa kape, mos e besoni këtë se ky është mashtrues, sa njerëz ka gënjur ky hiqje sikur i e bën të letrat, e fundi jetë i veverosi fatë e sot ata janë pa letra. E nderuar Shpresa Kapaj, nuk e di për këtë kemi fjalën, unë jam këtu, faleminderit për pyetjen, por nëse kjo është e vërtet, unë ju ftoj të vini në zyrën time dhe të ballafaqohemi si me ty, por edhe me të tjerë, do ishte kënaqësi për mua. Por është mirë kur flasim dhe bëjmë komente publike, kaq pa përgjegjshme sepse në fund të fundit këto komente e nderuar Shpresa kanë dhe pasojë ligjore. Unë nuk do shkoj tej, po të bëj një paralajmërim sepse unë nuk jam në mend, jam këtu, nëse gjithmonë më referoni mua apo dikujt tjetër. Gjithsesi, unë ju rekomandoj të vini nga afër dhe të diskutojmë live madje me bashkëtarë të ndjojnë. Faleminderit për ftesën. Ju jeni asaj kategorie që më shikoni edhe siç e thatë në kaluar agjent të Greqisë. Unë dua Greqinë, adhuroj Greqinë, adhuroj popullin grek, adhuroj kulturën greke, edhe që më bën krenar. Pastaj lidhur nëse jam agent i Greqisë apo Serbisë, kjo është çështje e problemit juaj. Gjithsesi. Ana Flora, na jepni informacione të sakta me personistë që akoma me marrëveshje me Greqinë, faleminderit. Po e nderuar, ne jemi në kontakt, shumë shpejt siç e thamë, ne kemi specialistë të pensioneve dhe në javën e ardhshme do të kemi emisionin e parë, do të kemi pyetje vetëm për pensionet, ndaj na ndikeni në vëmendje
na dërgoni pyetjet tuaja që kemi përgjigje. Bekir Guma, respekt për ju zoti Guri. Faleminderit nderuar. Nëse kale ore çfarë bëhet për shëndetin se kemi vajtur sa 2 vjeç. Nderuar kale, ju jeni pensionist mosha madhe, jeni në situatë shumë të vështirë. E thatë më herët, fatkeqësisht ju jeni më të privuar nga kjo kategori sepse nuk paraqiten ligji kategorinë tuaj që duhet bër, duhet mbi të zënë në këtë drejtim. Rozeta, ore çfarë bëhet 30 vjet në Greqi, rrim në vës akoma, as Adja para Monis na bëhet se na kanë thinjur Grekun me këto drejt letra. E ndëror Rozeta ke të drejtë, është një problem shumë serioz. Unë thash, ndryshimet e ligjit edhe vetë ministri që e dim shumë mirë për qëndrimet e tij pozicionit amator, por është pajtuar dhe ai me këto probleme shumë serioze, kryesisht me vonesat e burokracisë e administratës greke. Spartak Meçolli, ore, ke një orë që flet dhe na thuaj diçka konkrete. Spartak Meçolli, faleminderit për fjalorin e nderuar. Çdo njeri ofron atë që ka. Unë do të sqaroj ju këto që thoni. Unë i jap përgjigjen të gjithë pyetjeve brenda mundësive të mia dhe brenda njohurive të mia të gjithë bashkëtarëve. Nëse ti ke një pyetje i nderuar Meçolli konkrete, na bëj. Nëse nuk ke, faleminderit për seri që ju komentoni dhe na adresoni ne. Liri Bele, njohës i ligjeve, një njohës i ligjeve të shtetit grek, dhënia e njohurive në shërbim të qytetarëve dhe ky njohës i shtetit të jetë shqiptar është fat. Pa çurimet e bashkëtarëve. Shumë e nderuar, faleminderit për komentin. Ja të shumë do mundohemi të përmbledh sepse siç e tham koha është e kufizuar. Mariana Çala, respekte për zotin Guri që jep gjithmonë këto lajme për emigrantët shqiptar. Faleminderit nderuar. Zonja Yll Kastabolliu, një frim në ujë, asgjë më shumë 30 vjet e njëjta gjë, vetëm fjalë. E nderuar, është vërtet, Greqia është një vend specifik, është një vend që ka problematike të veta. Uroj që kjo vrim në ujë të mbytet dhe së shpejti të keni mundësi me leje qëndrimi. Anila Mara Daljani, përshëndetje, për emisionin Respekt e Zotëri, dua t'ju bëj pyetje, kemi 23 vite në Greqi, me letra ensma nga përfitojnë ne të ardhur në pensionin, dhe sa nuk kemi pasaporta greke. Vetëm fëmijët kanë marrë në shtetësinë greke. Ne me 10 vjeçare. Nga ana fëmijëve po mirë, do ishte të na jepnin edhe ne me kaq vite sa kemi këtu në Greqi. Respekte për këtë emision. Shumë faleminderit nderuar. Me sa kuptoj ju keni leje vjeçare, por doni në shtetësi greke të pensionin. Ajo që është e rëndësishme për ju është fakti që nëse jeni në fazë pensioni apo dilni pension, do të bëni kujdes që të jeni me një person edhe një zyrë apo njohës të mirë të çështjeve të pensionit, është shumë e rëndësishme që ju të fitoni maksimumin e mundshëm dhe lidhur me faktin në shtetësinë greke me të ardhurën e pensionit është pa mundur të fitoni shtetësinë nëse nuk ndryshon ligji. Petrit Shkoza, përshëndetje, keni forcë për të ndihmuar për të marrë leje qëndrimi dhe të mos presin nga 2 deri në 3 vjet. E nderuar tha më herët ka bonesa shumë shpejt do kemi treje. Petrit Mara, përshëndetje, jam interesuar për ne që janë ndjekur edhe qëndrimit. I nderuar Mara, ju i asaj kategorie që tha më herët të djegur. Shpresoj të ketë ndryshime dhe ta marrë në konsiderat ministria dhe ministri konkret, sepse në fund të ditës intereson vetë administracion greke, vetë ekonomisë greke që edhe ju ti që i përkisin kësaj kategorie që janë gati rreth 56.000 emigrant, ku pjesa më e madhe janë shqiptar të djegur, ndjes për fjalën ndjekje, por janë të penalizuar, të cilët për 5 vite kanë drejtin e lejes në Greqi. Ishte kënaqësi të dashur bashkëtar, unë ju uroj përsëri një muaj të mbarë, gëzuar festat të fëmijëve dhe shit javën e ardhshme, mos hezitoni të na dërgoni pyetjet tuaja dhe shqiptimet tuaja që ne këtu vim në ndim duke u dhënë një shpjegim paraprak dhe më tepër duke informuar saktë dhe orientuar saktë. Mos hezitoni të na dërgoni pyetjet tuaja në emailin albaniatv@gmail.com, në telefonat 690 754 1526 dhe 699 381 44 85. Dokument. Ju lutem, kujdesni nga personat pa përgjegjësi sepse nëse do bën një veprim të tillë, automatikisht do të penalizoheni për 5 vjet, ju nuk do të keni mundësi të pajisni me leje ndaj. Ju lutem kujdes, orientohuni dhe shkoni tek personat kompetent, qofshin to zyra ligjore, qofshin persona që kanë njohuri të mjaftshme ligjore që ju mos e bini pre dhe viktim e këtyre manipulatorëve
këtyre personave të papërgjithshëm. Kujdes se nuk ka asnjë ligj për momentin që të pajisi me vërtetim brenda Greqisë provizor, sepse do të ketë pasojë të rënda për ju. Faleminderit dhe më takojmë në emisionin e ardhshëm.